Protestuesve, mund t'i flasi fjalë? Po së duesh. Okej. Atëherë, miqtë e mi, keni të gjithë të drejtën e Zotit që ju të gërthisni. Ylli nuk është dakord me mbrojtjen time që unë i bëj liderit tim. Jo liderit më jo, ke të drejtë ta mbrosh. Tashti. O nuk ke të drejtë ju thuash të tjerëve. Okej. Sepse ti po thua si ata mo. Keni gjithë të drejtë e Zotit të ngriheni kundër administratës shtetnore. Kundër atit të 67% që unë ngërthas. Keni gjithë të drejtë e Zotit të ngriheni kundër pushtetit lokal që është një hale. Dhe unë jam ngretë dhe kam thonë, çfarë janë këta njerëz që administrojnë qytetet, nuk i ka thonë njerin një jetë puna e marë. Çfarë janë këta njerëz që këshillat bashkiak i kanë të politizuar? Pse nuk depolitizohet bashkit dhe të futen njerëz kryetar bashkie, përtejt majtës dhe djatës që t'i shërbejnë qyteteve? Pse këshillat bashkiak nuk depolitizohen të vijen njerëzit më të mirë në qytet? Këto probleme keni gjithë të drejtë e Zotit të çoni dhe të gërthisni. Por që ju të merrni me biznesin dhe të merrni me njerëzit që punojnë, që prodhojnë, që japin rroga, që po kthejnë jetën, që po kthejnë mirëqenin, që po kthejnë shpresën këtë vend, që paguajnë taksat për të paguar shkollat, për të paguar spitalet, për të paguar çdo gjë, po i boni domin më të madh këtij vendi dhe Shqipërisë. Mos i përmendni mo ata njerëz që janë herojtë të Shqipërisë, jo spekulantët që janë 10 vet, 20 vet, po biznesi, prodhuesat. Ktheni pllakën dhe unë do të dal te ajo shkalla dhe do të gërthas dhe do të gjoni gjona çuditshme që si keni një në herë në kokë. Kjo është kërkesa që kam unë për ju. Do vesh atje? Do shkoj atje bashkë me ty, po. Do shkoj atje. Dhe do të gërthas më fort se gërthasin ata. Mos e shohin ata tani mbi ty tani të më lëshonin edhe mua. Si? Ti do që të ha dhe unë një. Se ta qa do ashtë? Po kështë di që mund të bje në lusë me këto që ke thënë. Po ti e ekuilibrist të Allah. Me këto që ke thënë. Ti e si Ali Gjitra majteli të Allah. Nuk je si mu që i besoj njeri u shkoj des aty. Ore, mirë be, nuk të pengon njeri, o gjeq Luca, nuk të pengon njeri. Gjerat që unë të nëzorë aty, ishin ato gjera që thonë protestuesit zotëri. Në regull. Që ti në thua mua, kryetarët e bashkit duhet të depolitizojnë bashkit, duhet të depolitizojë Edi Rama tani. Duhet i depolitizonte, një minutë molla, duhet i depolitizonte Sali Berisha dje. E të tregoj një rast interesant që më thonë, mos e përmend, shiko, sa interesant është. Kur erdhi Lul Basha, kryetar bashkie, unë jetoj bashkë me ty në qendër Tiranës. Erdhi kryetar bashkie dhe unë e mora, i thashë, Luli urime, gëzojmë shumë që ti do jesh kryetari bashkisë Tiranës. Po kam një halli, thashun. Qëfar tha? Shumë mu shkonja. Të stadiumit i nama, mu shkonja shumë. Dhe po të hapësh dritaren, mua më shqyojnë se kam dhe grupin e Gjakut 0. Qeshi, me mbylli telefonin dhe jam i bindur që tha pas ka rjedhur Ylli Rakipi. Sepse aji e mendon të botën, ashtu si që beri mo. U bëj regull për vete, u regullua, u mbush me gjera, e të gjitha, mu shkonjat mbeten në. Gjeja me vogël, po të them Gjergj Luza, nuk po të them të tjerat, shkatrimin tjetër, shkatrimin e matë. Gjeja me vogël nuk është hequr që atere. Jo vetëm Tiranë, isha, se duket gjatë voglare, shiko, isha në Bregdetin tonë, që nga Palasa, deri në poshtë në Greqi, të qanë mu shkonja. E di pse, kryetarit isha në një super hotelore, mirë, për të jetuar 4-5 ditë. Dhe e di që më tha kryetari bashkisë. Ta ati vendi aty. Ylli Rakipi tha, kam shkruajtur disa letra, por tani e bën tenderin, tha. Kur mu shkojnë s'po t'i vesh bombën atomike, nuk ikën, duhet që në larvë. Tani e bën një gjoja tender tani, tha, dhe tani edhe po t'ja edhësh, mu shkojnë atë vret, tha, edhe bombën atomike, po t'i edhësh. Pra, nuk punon njeri që centralizuar gjithë shka lucë, me këtë shembull fare të rëndomtë, të thjeshtë, po nuk është rëndomtë, ore, më shkonja. Nuk është rëndomtë, që aty lëvisnin gjithë rrugën, lëvisnin vetëm njerëzit me makina mbi 300 euro, edhe ato gjoja Gjergj Luca ngrekon se i ke parë dhe nuk e thua do tani. Dhe të gjithë ata njerëzit, që i quajmë ne turistë, ishin me furgona, që ndanin një byrek 3 veta dhe ndisin një zjarë jashtë furgonit dhe frinin furgon. Pse kështu dhe thua ti dhe thua turizmi mi matën bote, gjitha këto. Pra për këto gjera e ngritur ata, dhe ti i thua këto. Me preashim të ati, mbajat e modla, nuk thot njeri,
komandantin, do të ambash atë ti se ti të vret për atë. Por ka problem, ti këto i ke thënë, dhe s'kep se ti është kundër tyre, mo zotri. Dhe ata të lëshojnë pasaj me review, dhe nga 4.5 sa e ke ti, ta qënë 1.2. Kupton? Yll, Shqipëria është në një moment që duhet mbështet fort për të hyrë në Europë. Tash po të bëj një pyetje, e kupton se çfarë do të thotë me hyrë në Europë? Jo, në të ti tani dhe thua gjenë se i duhet ati këshu, të thua dhe thua ti, pra dhe gjeri tani se... Po si e them unë më të tjera ti thua drejt... Unë kam për dit nga i eksport. Për dit. Që le dita mjes kam me eksport. A i kupton me një fatur të tillë që e bën të zyra si mrena Shqipërije, të nisësh dhe t'ikësh në Paris, ti e kishe mik të ngushta të t'ikësh në Rom, vinte tjetrit mos ja themi emrin. Amsterdam, e kupton këtë gjë që ty hapsh avionit dhe... Po Gjergj Luca, shiko, se në njifim është. Ti, i dashur, e kishe mikat e aty dhe tjetri, s'kishte frikë, që ishte më poshtë, po vinte të merte ty, të vinte gjobë ty, të vinte ty gjobë me 100.000 euro për një punë të rëndom, të zakonshme, që të takonte. Për leri tani këto gjerat mos hymë në këtë ide. Ti di këto më mirë se unë. Ti mbrojë dramën e gjithë zotri, mirë bën, puna tënde është qëndrimi tënde, o zotri. Po, këtë qëndrim kemo. Nuk të fyrë njeri për këtë, nuk të kërë njeri logarik. Por ata kanë dalë pikrisht për ato gjera që thua dhe ti. Dhe ata... Atëherë, ata shumë mirë kanë bojë që kanë dalë, kanë gjithë drejt e Zotit që të vazhdojnë në mënyrë qytetare. Qytetare, po e bënë në mënyrë tjetër... Por unë kam një diçka që duhet marri fund këtë vend. Historia me shpifjet edhe me mediat. Do të marroj kjo histori në këtë vend, Yll, apo s'do të marroj kjo histori në këtë vend? Sepse në qoftë se ka një gjë që dëmton brezat dhe dëmton këtë vend, i është pikërisht gjithë historia e Tallavas të Port Haleve. është turpi i Port Haleve. A është çështje tjetër, ka dhe ashtu, ka. Po. Unë po flas për ata që janë. Yll, po të them 5 zona se mund vjen dhe turp që ti them të njëjtin gjë, po duhet ja ngul njerëzve në tru. Më gërthasin që më ka bërë nerë qeveria. I kam sfidu në gjyq, i kam sfidu publikisht. Ata duhet të besojnë atë gjë që kanë dëshirë që ata të besojnë. Dhe kjo, unë nuk e morë vesh, dhe kjo vjen e gjitha nga ushqimi i këtyne portaleve dhe edhe i profileve falso. Tashti, kjo histori që këta duhet të bëjnë pis çdo model në këtë vend, që ky vend që ka kaq zi, që ka kaq pler, që këtu s'punon njeri, që këtu ka vetëm korrupsion, që këtu s'ka punë, që këtu s'ka asigjon. Si s'pas ka punë, se kuptoj. Ka më punë. Po si është transformu Shqipëria ka 6 në momentin që